Një shprehje popullore jona është bëj mirë se gjen keq, por duket se në Greqi të bërit mirë është përblyer. Kjo shkon për Ledian Gogën, shqiptarin që prej ditësh është në qendër të vëmendjes. Shqiptari në fjalë pa u menduar shumë mu hodh në luminar ka thos javën e kaluar për të shpëtuar dy fëmijë të mitur që po mbyteshin. Fatkeqësisht fëmijët nuk ja dolën të mbjetonin dhe ndërruan jetë pas disa ditësh në spital. Pas ngjarjes Goga raportohet se ka patur shqetësime shëndetësore si koll të fortë dhe probleme me frymëmarrjen. Ai është paraqitur te një mjek privat i cili i rekomandoi të bëjë teste në spital. Menjëherë pasi e mori vesh, ministri i shëndetësisë, Andonis Gjeorgjaidis, dha urdhër që një ambulancë të merrte shqiptarin dhe ta dërgonte në spital për ekzaminime të mëtejshme. Goga është duke u trajtuar në spitalin e Artës dhe ndodhet në ekzaminime të detajuara. Sipas mjekëve, gjendja e tij nuk është e rënduar dhe nuk ka shqetësime serioze. Po ashtu është konfirmuar se Goga do të shpërblehet me shtetësinë greke nga ana e shtetit grek për atë çfarë bëri. Goga është një emigrant nga Berati i Shqipërisë. Ai shkoi në Greqi 24 vite më parë kur ishte vetëm 17 vjeç. Pa shumë informacion dhe pa ditur se çfarë e priste, kaloi kufirin dhe u vendos në Athinë. Atje bëri çdo punë pa siguri dhe pa qetësi, por gjithmonë duke luftuar dhe punuar pa ndaluar. Goga tani jeton në Arta me gruan dhe dy fëmijët e tij, të cilët janë 10 dhe 6 vjeç. Jeta e tyre ka qenë e qetë dhe e thjeshtë, derisa ditën e mërkurë ngjarja e pazakontit ndryshoi gjithçka. Me aktin e tij heroik dhe pa u menduar dy herë, u largua nga kafeneja ku po kalonte kohën e tij të lirë dhe u hodh në lumë për të shpëtuar dy fëmijët e mitur, të cilët po mbyteshin. Një emigrant shqiptar në Greqi është bërë hero pasi ka shpëtuar nga mbytja dy adoleshentë që kishin hyrë për t'u larë në lumi në Arakthos. Dy djemtë e mitur, 14 dhe 15 vjeç, u nxorën nga lumi i Arakthos mes ditën e së mërkurës nga Ledian Goga, i cili nuk e mendoi dy herë që të zhytej për t'i shpëtuar. Ata tashmë po trajtohen të intubuar, ndërsa Lediani nga qyteti i Dimalit ka përshkruar në lotat e se çfarë ndodhi. Njëri është në të njëjtën moshë me vajzën time, ata erdhën dhe thanë ndim, po pija kafe, dëgjova fjalën ndim dhe ipa në makinë. Ata më thanë ndim, dy fëmijë po mbyten dhe unë erdha. Hyra brenda, nxora njërin dhe pastaj më thanë se ishte edhe një tjetër. Shkova ta gjeja, u zhyta dhe nuk e gjeta. Pastaj kërceva nga varka, ishte shumë e thellë, 5 ose 6 metra. E pash fëmijën të shtrirë, e kapa dhe me forcë më duhet ta nxirja që të merrte frym, tha Lediani për median lokale ART TV. Teksa shprehet se shpreson që fëmijët të jetojnë, Lediani, vetë një baba, shtoi se nuk hezitoi për asnjë moment të vraponte për të ndihmuar. Ne të gjithë bëjmë një përpjekje së bashku, asgjë tjetër, mendoj vetëm për fëmijët, dhe tani fëmijët e mi po qajnë, duhet të shkojnë në shtëpi. Për zotin, fëmijë janë. Unë jam i huaj, bëra mirë, nuk më intereson se çfarë kombësie janë. Shpresoj që fëmijët të jetojnë, të gjithë bëjmë një përpjekje së bashku, Zoti na ndihmoft, qoftë me ta për t'i ndihmuar të zgjohen dhe të jetojnë jetën e tyre, shtoi ai. Nga ana e tij, zëvendëskryetari i Bashkisë për Mbrojtjen Civile, Varilis Gjorgjos, deklaroi: "Kemi 4 të rinj që po notonin në lumë, 2 prej të cilëve hasën probleme. Qytetarët i shpëtuan ata para se të mbërrinte zjarrfiksja dhe u dërguan në spital në gjendje të rëndë. Lumi është gjithmonë i rrezikshëm dhe kërkojnë kujdes", shtoi ai. 2 djemtë u transportuan në spitalin e përgjithshëm të qytetit të Patrës. Sipas informacioneve, skanimet treguan edem të gjerë cerebrale dhe ujë në mushkëri, ndërsa për njërin prej tyre u konstatua edhe një frakturë në qafë. Sipas informacioneve, ata qëndruan në ujë për të paktën 20 minuta dhe CPR-i u krye për të paktën 30 minuta. Mungesa e oksigjenit për gjithë këtë kohë është një faktor jashtëzakonisht rëndues për shëndetin e tyre. Sidoqoftë, mjekët do të monitorojnë vazhdimisht gjendjen e 2 të rinjve për 48 orët e ardhshme, gjë që do të jetë vendimtare për prognozën e shëndetit të tyre.